i nderuar zoti Ministri i Punëve të Brendshme, i nderuar ambasadori Taran, të nderuar përfaqësues të Bashkimit Evropian, të nderuar partnerë dhe të ftuar. Sot është një moment i rëndësishëm për policinë e shtetit dhe për gjithë institucionet që kontribuojnë në sigurinë, stabilitetin dhe luftën kundër përhapjes dhe keqpërdorimit të armëve të vogla dhe të lehta. Por mbi të gjitha, ky moment lidhet drejt për drejt me sigurinë e fëmijëve tanë që janë e ardhmja e këtij vendi, çka përbën prioritet mbi prioritetet të punës sonë të përditshme. Bashkëpunimi prej më shumë se 4 vitesh me OSBE-n dhe partnerët ndërkombëtar sot po konkretizohet me ngritjen e kësaj qendre moderne. Ky investim përfaqëson një hap konkret në parafrimin e Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, duke dhënë një kontribut të drejtë për drejtë në luftën tonë pa kompromis kundër krimit të organizuar. Projekti ka mundësuar forcimin e kuadrit ligjor dhe rregullator përmes ndryshimeve dhe plotësimeve të rëndësishme në aktet në ligjore, duke sjellë parafrimin e standardit kombëtar për çaktivizimin e armëve të zjarrit me praktikat më të mira të OSBE-s dhe standarde ndërkombëtare, zhvillimin e kurseve të specializuara të trajnimit dhe mbështetjen për ngritjen e strukturave për zbatimin e saktë dhe mbikëqyrjen rigoroze të gjithë këtij procesi. Sigurimin e infrastrukturës dhe pajisjeve moderne të nevojshme për realizimin praktik të çaktivizimit. Forcimin e kapaciteteve të autoriteteve shqiptare për të monitoruar dhe garantuar standardet më të larta të sigurisë gjatë këtij procesi. Po ashtu, projekti ka kontribuar ndjeshëm në ndërtimin e kapaciteteve zbuluese të njësive K9 përmes sigurimit të pajisjeve dhe mjeteve trajnuese, në ndërtimin e kushteve bashkëkohore dhe në rritjen e aftësive operacionale të policisë shtetit me një objektiv të qartë, minimizimin e rrezikut të përhapjes së armëve të vogla dhe të lehta dhe parandalimin dhe keqpërdorimin e tyre. Policia e shtetit mbetet plotësisht e angazhuar në luftën kundër armbajtjes pa leje dhe çdo formë të kriminalitetit që cënon sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Strukturat tona gjatë operacioneve dedikuara, por edhe në punën e përditshme, sekuestrojnë çdo vit mesatarisht 650 deri në 700 armë të vogla e të lehta, si dhe sasi të konsiderueshme municionesh, duke çuar përpara drejtësisë personat që i posedojnë ato në mënyrë paligjshme. Paralelisht, përmes strukturave tona të policimit në komunitet, ne vijojmë fushatat sensibilizuese, veçanërisht me të rinjt dhe në shkolla, për të parandaluar rrezikun që sjell mbajtja e armëve, fushata këto të mbështetura fuqishëm nga OSBE-ja dhe partnerët e tjerë. Sot, përmes kësaj qendre dhe këtij partneriteti të suksesshëm, ne japim një mesazh të qartë se siguria kërkon bashkëpunim, standarde të përbashkëta dhe vendosmëri të palëkundur. Në përfundim, dëshiroj të siguroj partnerët dhe donatorët tanë se policia e shtetit do të vijojë me profesionalizëm dhe përgjegjësi të lartë forcimin e kapaciteteve të saj në shërbim qytetarëve. Në aleancë të ngushtë me partnerë ndërkombëtar, ne do të kontribuojmë maksimalisht në luftën kundër krimit të organizuar dhe kërcënimeve globale me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë në vend, në rajon e më gjerë. Ju falenderoj.